Vllaznia Futsal ka marrë një fitore dramatike me rezultatin 5-4 ndaj Flamurtarit, ku që blut e mbyllin kampionatin në rregull në vendin e parë, duke konfirmuar formën e mirë para fazës finale. Ndeshja pati ritëm të lartë, teksa shkodranet dominuan fillimisht duke shkuar në 4-0 me golet e Semir Gogajt, Joalti Vzikut, Denis Çokajt dhe Mateo Çardakut, por me pas shpesuan 4 gola radhëzi, që rikthyen baraspeshën, kur gjithçka duke si po shkonte drejt një barazimi, ishte përvoja e Denis Çokajt që bëri diferencën duke realizuar golin e fitores vetëm 1 minutë para fundit. Trajneri i vllaznisë në futsal Alcid Tafili foli pas fitores me Flamurtarin, teksa tha se tashmë janë gati për Final Four. Normalisht ishte ndeshje vështirë, e dim tashme se Flamurtari dhe Tirana, siç kemi folur edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesor. Flamurtari ka vite në këtë sport se po dominon, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak Terezin këto 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jon po bën performancë të mirë, po arrin edhe objektivat si çdo vit titulli kampion. Ashtu si është edhe këtë vit. Po patjetër, përveç Final Four, ne kemi pasur objektiv se fazën e parë, fazën e dytë ta mbyllim vetëm me rezultate pozitive, ajo ndodhi. Kemi pasur vetëm fitore, vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shkuar ndeshje të mira, ashtu si kanë shkuar deri tani, besoj do bëjmë i performancë të mira në gjysmëfinale e finale. Patjetër për titull kampion. Edhe dy prej autorëve të golave, Denis Çokaj dhe Mateo Çardaku, u shfaqën shumë të lumtur me këtë fitore. Nuk është se e zgjidhja vetë, pavarësisht se ja realizova golat, po ja realizova me anë shokëve, me pasimet, me lojën e shokëve. Kështu që asgjë sa rrihet vetëm, sidomos në këtë disiplinë që është shumë e vështirë. Vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menuam me fitum, po kjo është një lojë shumë e pabesë, kështu që menuam s'po na bë bumerang me lojën me Vlonën, e cila ishte 4-2 për Vlonën, që e kthyme për 2 minuta, 5-4, kështu që edhe ata morën zemër, ne si i thuhet normal na xuni tërsnia, i fije ajo. Kështu që filloi i fije, po sado ky futboll i ka këtë, se është futboll që i duron luftat sportive, si thuhet. Jena servit se ekip takut e fundit tonë për këtë neshja fundit e kampionatit, që doshim me ndonë fitore dhe ja rritme. U bë loja fort, deri në fund, po një të treguam karakter, si gjithmonë, edhe si në Vlonë, edhe si në Shkodër. Sezon deri tani shumë i mirë, pas një hupje, por as si sen s'ka kry. Kemi ala gjysmëfinalen dhe finalen, edhe inshallah kampion. Një sukses me peshë jo vetëm për renditjen, por edhe për aspektin psikologjik, pasi vjen ndaj një rivali direkt dhe jep besim maksimal ekipit të drejtuar nga Alcid Tafili për fazën vendimtare të sezonit.